Dhe pastaj patjetër deri në moshën 6 vjeç është mirë që fëmijës ti edukohet ushqyerja, jo vetëm duhet të hash këto ushqime që ti jesh i dobët, sepse është një ndër fjalitë që kthehet në një lloj stigme, e cila këta fëmijë i dëmton edhe nga ana psikologjike, por të edukohen duke i shpjeguar ku rriten bimët, si rriten frutat, perimet dhe të tjera ushqime që kemi në pjatë, si ta kombinojmë një pjatë me ngjyra, të krijojmë lojra për shembull, hajde vendosim ylberi në pjatë duke marrë gjithë ushqimet dhe frutat, perimet e njëstinë e caktuar, krijojmë ngjyrat e ylberit, duke krijuar figura, animacione, duke i shpjeguar deri diku vlerat ushqimore të fëmijëve, duke i aktivizuar edhe në për evente që zakonisht kryen. Unë të paktën nuk e kam kursuar kur eventet për fëmijë për sa i takon edukimit në ushqyerje. Ky është më thelbësor se sa ti themi fëmijës ha këto se të bëjnë mirë, të bëjnë të fortë e të tjera me radhë. Nëse një fëmijë nuk edukohet për ushqyerjen, nuk ka se si ta di se çfarë duhet të hajë edhe pas moshës më fal 6, 12 e kështu me radhë. Nëse ne ja kemi arritur mban ta edukojmë këtë fëmijë, të bëj të kuptojë se sa e rëndësishme është që trurit e trupit komunikojnë me njëra tjetrën, atëherë kam idenë e qartë dhe të sigurt që vërtet nuk kemi për të pasur probleme të mëdha, po themi, sepse jo gjithë njerëzit janë gati ta bëjnë këtë ndryshimin, por nuk kemi për të pasur probleme të mëdha, të paktën me problemet shëndetësore që unë përmenda pak më sipër.